Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Kosovës asnjëherë nuk kanë qenë më të konsoliduara. Dera e shtëpisë të bardhë, dera e Departamentit Shtetit, dera e Pentagonit është e mbyllur. Në partneritetin dëgjoj, edhe jetoj këto sepse punoj çdo ditë. Po vjen keq me do bë morë me të një fushë politikosh. Sa i përket verifikimit të fakteve, unë mendoj që janë dy probleme të mëdha që u thanë këto. E para, Kosova sot është në stadin më të ulët të marrëdhënieve me SBA-n. Kryeministri i Kosovës nuk ka arrit ndërtoj asnjë marrëdhënie bilaterale në kundërtën me Amerikën, ka arrit domethënë që shkon shëtitet poshtë e përpijet në për SBA dhe të mos ketë asnjë marrëdhënie kontraktuale. Ne kemi nivelin më të ulët marrëdhënie me Amerikën. Për sa i përket Bashkimit Evropian dhe marrëdhënieve bilaterale me vendet, ne mendojmë se kjo është ne jemi të pa si paper tiger. Në qoftë se ekziston, e pa thonë Ministri e Jashtme njerë, në qoftë se ekziston një perceptim mrenda Unionit Evropian, vendet e veç dhe SBA, është se ky shtet është ka bëhet një paper tiger. Zoti Tahiri e di shumë mirë që marrëdhëniet bilaterale me shtetet funksionojnë mbas interesave të caktuara. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Kosovës asnjëherë nuk kanë qenë më të konsoliduara. E para, janë në 3 fusha në cilat po punojmë edhe cilat vazhdon rrugtimi i këtij partneriteti bilateral. Ta kam shelë derën, oj ministre, zonë proprietari, jam ka pritoj. Dera e shtëpisë të bardhë, dera e Departamentit Shtetit, dera e Pentagonit është e mbyllur. Leta përfundon 3 sekundë që në vetë. Unë të lolloj dhe sa ba me volë. S'ka unë probleme që lo dhe sa ba me volë. Ju e dini shumë mirë që bashkëpunimi bilateral mes Republikës Kosovës dhe Republikës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në disa fusha. Fusha parë është fushën e sigurisë. Ju dini shumë mirë që ndër vite ne kemi punuar po lutem po, a mund po ju po thoni dyra është e mbyllur, a më lejon ta shpjegoj si dyra është e hapur. Sepse lutem Mariana, në aspektin e sigurisë, kur më shumë bashkëpunim bilateral mbrojtjes kemi pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju e dini shumë mirë, në mandatet në qeveritë paraprake, keni investu 4 milion në mbrojtje, sot janë 430 milion. Në partneritetin, ju jem të një shumë mirë. Jo, zoti, Liza, bërën e replika. Unë përpos që e dëgjoj, edhe jetoj këto, sepse punoj çdo ditë për këtë. 3 sekonda pa ndërhyrje. Unë përbes, asnjë problem me nguti gjithë ditën, folës unë veç. 3 sekonda i kot vetë. Po të lutem, marrëdhëniet me Amerikën, me i thonë shqiptarit Kosovës, që po më dëgjon sot, i kena kur më mirë se kena pas, kjo është sikur me thonë jena që tu në studio s'po ditë kona me thonë. Po lemo çfarë realiteti më nëse ju nuk doni me dëgju këtë realitet, atëherë shikoni faktet, ju lutem. Po vjen keq me do bë morë me të një fushë politikosh. Lutem zoti Tahiri, nuk ka nevojë Gëzimi mas pari se ka fjalë me thonë, po mos i më dhonë klipin se na jem të ushtyr edhe nuk për hir të respektit po duas me vol kështu. Mirë, po ne duam të thonë dy sene. Si dikush i komunikon që unë jam taku me asistentin, do thot me personin ma përgjithë që u taku kryeministri, president me to. Personalisht unë s'kam kurrë funksioni. Nuk jam ka lavdona, veç po du me thoni sa. Kosova e ka jetike me normalizu marrëdhënien me Amerikën, kjo është program tonë, në dy. Kosova e ka jetike me kriju sigurinë e vetë përmes NATO se kufirin tonë, dhe i sakta sillen poshtë për pit, Erun Gjoni, Honsi, Marku, edhe flet. Kjo është punë sikur do dojtë mikur, po ishin probleme djemtë e ty në vënë për voshtre. Thëshë që Kallaj se ka shpinën fort. Kallaj është me folti për siguri. Sekondat e ty u kryn. Kur domethënë dikush sekondat e ty u kryn. Lele ta përfundon Liza. Zoti Tahiri, është shumë e thjeshtë me ta shpjegu. Marrëdhënia jonë me Shtetet e Amerikës është në 3 dimensionale. E para është në fushën e sigurisë, përpos që kemi bler armatim, vazhdojmë të fuqizojmë kapacitetet e FSK-s në kuadër të 2 kolegjeve shumë të rëndësishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë drejtim, marrëdhënia jonë në fushën e War College edhe College of Excellence. Kështu që që FSK-ja ka marrëdhënie bilaterale me Ajovën që 100 vjet. Shta generolat që vinë, na i kena bërë këto marrëdhënie. Unë e di shumë mirë për Ajovën, sa aty kom studiu, kështu që të lutem. Dëgjoni edhe jo, kur doni. Po bësh që ke studiu, po vjen keq që po bën kështu. Jo, nuk ka nevojë. Ti nevojë në asnjë moment mund të keq. Faleminderit. Unë jap perspektivën time. Koha e gëzimit, pastaj Arion.